Alianca Kombëtare për Integrim zhvilloi tubimin qendror në Gostivar në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të 2025-s. Në këtë tubim morën pjesë liderët e partive partnere në koalicion, Arben Taravari nga Alianca për Shqiptarët dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, të cilët i dhanë mbështetje të plotë kandidatit për kryetar komune Valbon Limani, si dhe listës për Këshillin Komunal të kryesuar nga Valdet Xhaferi. Kreu i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari në fjalën e tij para mbështetësve theksoi se vendimi për t'u distancuar nga qeveria ishte i domosdoshëm dhe strategjik. Ai shprehu binjen se Aki në Gostivar do të arrijë fitoret e thellë, duke theksuar se pret deri në 15 këshilltar në Këshillin Komunal dhe se Valdet Xhaferi do të jetë kryetari më i votuar i ndonjë këshilli në vend. Taravari po ashtu u shpreh i sigurt se kandidati për kryetar komune Valbon Limani do të zgjidhet që në raundin e parë. Tjeni shumë të lumtur të dy, si dy gjem të ri, për të cilëve pres rezultate të jashtëzakonshme. Gostivari ka qenë qytet i polarizimeve të jashtëzakonshme këto 10-15 vitet e fundit. Tash e keni për obligim ta qetësoni qytetin, se jemi bashk, tjeni shumë krenar se dilni si propozime prej dy zyrave të dy partive shqiptare, në krahasim prej kundër kandidatëve tuaj, të cilët njëri është ke Mickovski Gjejishte, tjetri ishte Pardje. Do me thënë, dy kandidat të cilët dalin prej një zyre të një partije politike maqedonase, jo që unë kam diçka kundër në një partije politike maqedonase, apo turke, apo rome, për kundrasi. Por, imponimi politikave dhe politikbërjes në një qytet ku 70% janë shqiptar, që të definohet se kush duhet bëhet kryetar komune, kjo nuk shkon. Kjo nuk mban. Përkrahni njerëzit të cilët i kemi në Gostivar, 2 katërshet, bukur thonin nuk quhet një katërshe, në qoftë se votohet vetëm Valboni ose vetëm Valdeti s'quhet. Duhet 2 katërshe, edhe Valdeti edhe Valboni. Valboni patjetër të kalojë rundin e parë, kurse Valdeti patjetër të jetë kryetari i këshillit më i votuar në Maqedoni. Nga ana tjetër, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, pasi falenderoi Arben Taravarin për vendimin për t'u larguar nga qeveria, u bëri thirrje kandidatëve Limani dhe Xhaferi që të mos harrojnë historinë dhe ngjarjet e Gostivarit. Ahmeti kërkoi që të bëhet alarm Gostivari, duke theksuar se më 19 tetor nevojitet një vot kombëtare. Ai gjithashtu paralajmëroi se në pranverën e vitit të ardhshëm vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Valbon, unë ju uroj shëndet ju, suksese, bashkë me Valdetin. Jo vetëm që të fitoni, po edhe të punoni, edhe në plan lokal, po edhe në plan kombëtar. Sepse Gostivari nuk është qendër e parancishme dhe pa kontribute në çështjen kombëtare. Mos harroni. Dhe mos i harroni ngjarjet e Gostivarit dhe ngjarjet e Tetovës, se këtu me helmeta u amerrshin shpirtin të rive për atë flamur. Mos harroni se në Tetovë universitetin e kemi të hapur me gjak dhe nuk ka një shembull të tillë në botë që të ketë universitet të hapur me gjak. Prandaj, këto dy vende kanë përgjegjësi sa morale aq kombëtare, dhe këtë përgjegjësi morale dhe kombëtare ju gjeneratat e reja me përkrahje të gjithë neve ta ruajmë me fanatizëm dhe proceset i shpijem për para. Ne jemi për paqë, ne jemi për stabilitet, ne jemi për Europë, ne jemi për Ballkan pa kufi. Popujt të jetojnë të lirë, ne nuk duam të na përsëritet e kaluara. E kaluara është e dhimbshme. Prandaj le të mbledhin mend dhe le të reflektojnë se këta politikanët e sotshëm këtu që i shoh unë, janë shumë të ri. Janë shumë të ri. Prandaj mobilizohemi me votë kombëtare. Ne drejtojmë politika konstruktive dhe detyrimisht zoti Taravari në pranverë shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme në mbrojtje
të legitimitetit dhe të krenarisë kombëtare. Me 19 tetor, s'ka zgjedhje lokale, ka zgjedhje kombëtare. Organizohej, mobilizoheni, rofshi e qofshi, sukseset gjithë juve, deputetëve dhe gjithë funksionarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit Valvol Limani vlerësoi lart bashkëpunimin me bartjen listës për Këshillin Komunal Valdet Xhaferi, duke theksuar se vijnë nga parti të ndryshme. Limani tha se ndonjëherë politika i ndan ata që duhet të jenë bashkë, por përkushtimi i tyre është për të gjithë qytetarët, pa dallim përkatësie politike apo etnike. Ai u zotua për një qeverisje gjithë përfshirëse dhe të barabartë për çdo banor të Gostivarit. Jam i nderuar të jem përfaqësues i idealeve që beslidhja jon ka dhe beson. Të dashura nëna, baballar, motra dhe vëllezër Gostivaras, për çdo dorë që takova ju falenderit. Ju jeni frymëzimi dhe përgjegjësia ime. Zoti më dhën mundësinë që shërbej me nder këto 4 vite. Të dielën e 19 tetorit le të votojmë të gjithë e sa më shumë me Gostivarin në zemër. E për në fund, falimder Zot dhe familja ime. U bëft më e mira për qytetin që kam në zemër. Ju falenderit përzemërsisht dhe shihemi në orën e fitores më 19 tetor. Ndërkohë, bartës i listës për këshilltar nga Aleanca Kombëtare për Integrim Valdet Xhaferi, pasi u prezantua me kandidatët për Këshillin Komunal, theksoi se bashkë me Valvol Limanin do të jenë zëri çdo qytetarit të Gostivarit. Ai premtoi angazhim për ndërtimin një Gostivari të ri, me jetë dhe cilësi më të mirë për të gjithë. Ne besojmë se çdo ndryshim i madh në histori ka filluar nga një ide e re, nga një bres që nuk pranoi të heshti. Prandaj sonte me shumë krenari e kënaqësi u drejtohem trive e trejave të Gostivarit se zëri juaj, ideali juaj do të jenë shtyllat për një Gostivar të ri. Bashk me Valvol Limanin, me ekipin e jashtëzakonshëm të Këshillit, ne besojmë dhe do të punojmë fuqishëm që të ndërtojmë një Gostivar me cilësi e jetë më të mirë në çdo drejtim. Shumë të dashur bashkëqytetar, ju falenderit nga zemra edhe një herë ju ftoj që të rrethoni numrin 4 për kandidatin tonë për kryetar komune, numrin 4 për listën e Këshillit, për arsye se, siç e thanë edhe parafolësit, Aleanca Kombëtare për Integrim nuk është vetëm një opcion politik, është lëvizje në kthim të dinjitetit, indit dhe krenarisë tonë kombëtare. Na prifte mbara, bashk dalshim faqebardh me 19 tetor. Në tubi morën pjesë edhe përfaqësues të tjerë të koalicionit, të cilët para liderëve të Aleancës Kombëtare për Integrim dhe simpatizantëve premtuan një fitore të madhe në Gostivar në zgjedhjet e 19 tetorit.